Vatrat e zjarit në fushën e vend grumbullimit të mbeturinave mëngjesin e kësaj të marte janë shuar totalisht. Situata në brendësi të lagjes 24 maj është paraqitur në normalitet total, por për shkak të erës e cila vazhdon në qytet, kjo situatë po monitorohet në vazhdimsi, pasi përbën rrezik për rindezjen e vatrave të zjarit. Siç duket edhe prej pamjeve të filmuara mëngjesin e kësaj të marte në fushën e grumbullimit të mbeturinave, ka ende disa vatra që nxjerrin tym toksik. Vatra këto të shpërndara në vende të lokalizuara, por që për shkak të erës rrezikojnë të rindizen sërish. Të gjitha strukturat e Bashkisë së Vlorës, por edhe shtabi i emergjencave civile, si dhe zjarrfiksja e Vlorës me kapacitet të plot prej orësh kanë luftuar me flakët derisa kanë arritur t'i vendosin në kontroll. Vatrat e zjarrit janë vendosur në kontroll pas ditën vonë të ditës së hënë, teksa situata ka shtuar drejt normalizimit edhe për shkak të ndihmesës që kanë dhënë në shuarjen e flakëve, rreshjet e shiut që kanë rënë përgjatë së hënës, duke fikur ato vatra zjarri të cilat ishin në sipërfaqe të shpërndara në gjithë territorin. Krahas rikthimit në normalitet të situatës në fushën e vend grumbullimit të mbeturinave vazhdon puna për sistemimin e mbetjeve urbane. Po punohet për shkak se duhen hapur rruga në brendësi të zonës së gjerë me mbeturina jo vetëm për të kaluar automjetet që depozitojnë aty mbetje, por edhe për të qenë të përgatitur në situata emergjente si ato të flakëve, që në Vlorë janë të shpeshta duke u kthyer tashmë në një situatë normale. Ndërkohë në brendësi të lagjes 24 maj vazhdon depozitimi i mbetjeve urbane të qytetit, me 10 automjete edhe këtë të martë kanë shkuar në fushën e grumbullimit të mbetjeve duke depozituar aty mbetje të ndryshme urbane, me territorin tashmë të pushtuar totalisht nga mbeturinat.